Nëse keni probleme me gjëndrën tiroide, duhet të hani menjëherë këto 3 ushqime. Për të ndihmuar në funksionin më të mirë të tiroides, duhet të konsumoni disa ushqime. Ekspertët e fushës së shëndetit rekomandojnë disa ushqime të cilat ndihmojnë me shëndetin e tiroides dhe lehtësojnë gjithashtu edhe punën e saj. Sipas Healthline, në këtë video do të rëndisim ushqimet më të mira, të cilat në kombinim edhe me regjimin e duhur ushqimor dhe me këshillat e mjekut, mund të kthehen në një aleat të vërtet në mbrojtjen e shëndetit të tiroides. Nëse jeni një person që vuan nga tiroidja, përpiquni të rregulloni dietën tuaj ushqyese, dhe sipas ekspertëve, këto janë produktet më të mira, të cilat mund t'i shtoni në dietën tuaj. Produktet e detit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Peshku, goca e detit, karkalecat janë burimet shumë të mira të jodit. Ju keni nevojë për jod që tiroidja të jetë më e shëndetshme. Megjithatë, duhet të shmangni ushqimet e pasur me shumë jod, siç mund të jenë edhe algat e detit. Gjithmonë përpiquni të përzitni ato ushqime që ju përshtaten më shumë. Është e rëndësishme që përveç produkteve të detit në dietën tuaj të shtoni edhe frutat e thata. Fistikët, bajamet, farat e kungullit gjithashtu janë burimet shumë të mira të hekurit. Ato ndihmojnë në tiroiden në 2 mënyra kryesore. Nuk janë vetëm një burim i mirë i hekurit, por janë gjithashtu edhe të pasura me nivele shumë të mira të selenit, një mineral që do të ndihmojë në shëndetin më të mirë të tiroides. Me vetëm një grusht në ditë nga këto fruta të thata do të mund të merrni dozën e nevojshme të selenit në dietën tuaj të përgjithshme. Ushqimet jeshile gjithashtu janë shumë të mira në dietën tuaj. Spinaqi, sallata me perime, gjithashtu edhe ushqimet të tjera të gjelbra janë të mira dhe të pasura me magnez, një mineral kryesor që do të luajë një rol të rëndësishëm në shëndetin tuaj. Lodhja, ngërçet muskulore, gjithashtu edhe ndryshimet e rrahjeve të zemrës mund të jenë shenja të mungesës së këtij minerali. Kripa e detit gjithashtu mund të kthehet në një aleat të mirë të organizmit tuaj në betejën kundër shëndetit të dobët të tiroides. Tiroidja ka nevojë për jod që të funksionojë si duhet. Shumë njerëz e marrin këtë element nga dieta ushqyese, zakonisht nëpërmjet peshkut ose edhe produkteve të bulmetit. Sigurohuni që të përdorni krip ionizuar në shtëpi, mund ta kuptoni nga etiketa që ato kanë. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm është edhe salmoni. Disa studime sugjerojnë se shumica e njerëzve, të cilët të vuajnë gjithashtu edhe nga problemet e tiroides Hashimoto, kanë nivele të ulta të vitaminës D, krahasuar me njerëzit e tjerë. Doza të ulta të kësaj vitamine lidhen me nivele të larta të dëmeve të tiroides. Këto antitrupa aktivizojnë gjithashtu edhe sistemin tuaj imunitar duke sulmuar indet e tiroides që shkaktojnë kështu inflamacione dhe vështirësojnë funksionin e saj. Merrni rreth 600 njësi vitaminë D çdo ditë për të parandaluar kështu inflamacionet dhe tiroidja të funksionojë më mirë. Salmoni është një nga burimet më të mira të kësaj vitamine, e cila do të luajë një rol të rëndësishëm për punën e tiroides, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të saj. Frutat e thata janë një produkt fantastik për shëndetin tuaj. Frutat e thata, sidomos arrat, janë të pasura me nivele shumë të mira të selenit, një mineral i cili do të luajë një rol të mirë në prodhimin e hormoneve të gjëndrës tiroide. Seleni ka gjithashtu fuqi të mira antioksiduese. Gjendjet autoimune si sëmundjat Hashimoto mund të rrisin inflamacionet. Fasule të bardha. Një kup me fasule të bardha në dietën tuaj mund të sigurojë deri në 8 mg hekur, një mineral shumë i rëndësishëm sidomos për njerëzit dhe gratë të cilat janë në fazën e hyrjes në menopauzë. Kanë vështirësi gjithashtu në marrjen e mjaftueshme. Mungesa e hekurit në këto raste mund të pengojë aktivitetin e enzimave në trupin tuaj dhe të shkaktojë gjithashtu edhe më shumë çrregullime të shëndetit të tiroides. Është e rëndësishme që nëse vuani nga tiroidja, të konsultoheni me ekspertin e shëndetësisë për të përzgjedhur dietën e duhur ushqyese në menaxhimin e saj.
Gjëndra tiroide, një gjëndër e vogël e vendosur në pjesën e përparme të qafës, luan një rol vendimtar në rregullimin e metabolizmit dhe rritjes dhe zhvillimit. Shumë njerëz vuajnë vazhdimisht nga problemet e tiroides, siç mund të jenë për shembull hipotiroidizmi dhe hipertiroidizmi, të cilat mund të ndikojnë në cilësinë e jetës suaj dhe të shkaktojnë komplikacione nga më të ndryshmet. Nëse jeni një person që vuani shpeshherë nga problemet e tiroides, mos nguroni të konsultoheni me mjekun tuaj për të përzgjedhur edhe produktet e duhura ushqyese në menaxhimin e saj. Për fatin tonë të mirë, ka ushqime të cilat mund të mbështesin funksionin e tiroides dhe të nxisin gjithashtu edhe mirëqenien e saj. Sipas ekspertëve, një produkt që mund të shtohet në dietën tuaj janë edhe algat. Nëse vuani nga hipotiroidizmi, alga e detit është një aleat e shkëlqyer e shëndetit tuaj, gjithashtu edhe lehtësimin e problemeve të tiroides. Ato janë një ushqim shumë i pasur me jod, një element shumë i rëndësishëm ky për funksionet e gjëndrës tiroide. Arrat e kripura janë një tjetër ushqim që mund të ndihmojnë në dietën tuaj. Arrat braziliane dhe lajthit janë gjithashtu burime shumë të mira të selenit, i cili e ndihmon në mbështetjen e funksioneve bazë të shëndetit të tiroides dhe mund të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet e saj. Peshku. E njëjta gjë vlen edhe për peshkun, që është shumë i pasur gjithashtu me acide yndyrore omega 3, selen, të cilat të dyja ndihmojnë në uljen e niveleve të inflamacionit. Salmoni, merluci, levreku janë disa nga peshqit më të rekomanduar që mund të shtohen në dietën tuaj, si lehtësues parësor kundër shqetësimeve të tiroides. Produktet e qumshtit mund të jenë gjithashtu një lehtësues si çështjeve tuaja. Një ndër ushqimet më të rekomanduara kundër inflamacionit të tiroides janë edhe produktet e qumshtit, siç është për shembull kosi, akulloret dhe qumshti që përmbajnë jod, të cilat do t'i nevojiten tiroides për të parandaluar edhe entjen e gjëndrave të saj. Vezët e freskëta përmbajnë gjithashtu nivele shumë të mira të jodit në dietën tuaj, lëndë ushqyese të cilat janë të dobishme për shëndetin e tiroides dhe lehtësimin e punës së saj. Ushqimet luajnë një rol vendimtar në shëndetin e tiroides. Ndjekja e duhur e këtyre ushqimeve në bazën tuaj mund të luajë një rol pozitiv në menaxhimin e saj. Gjëndra është e rëndësishme të mbahen në kontroll. Tiroidja është një gjëndër e cila vendoset në pjesën bazë të qafës. Ajo krijon dhe prodhon hormone që punojnë më shumë në sisteme të ndryshme të gjithë trupit tuaj, duke përfshirë çlirimin dhe kontrollin e hormoneve që kontrollojnë metabolizmin, procesin me të cilin ushqimi që futet në trupin tuaj shndrohet në energji. Nëse keni sëmundje të tiroides, kjo do të ndodhë se kjo gjëndër prodhon më shumë ose më pak nga këto hormone. Ushqimi numër 1 më i keq për të shmangur nëse jeni të diagnostifikuar me probleme të tiroides janë ushqimet që përmbajnë gojtrogjene. Gojtrogjenet janë ushqimet që përmbajnë një përbërës të quajtur gojtrin, i cili mund të ndryjë në sintezën e hormoneve të tiroides ku shoqërohet me mungesë jodi. Ky përbërës gjendet në ushqime të tilla si brokoli, lule lakra dhe lakra, si dhe soja dhe meli. Megjithatë, për të hequr qafet, disa nga efektet e tyre të mundshme negative thjesht mund t'i gatuani lehtë. Në një studim të botuar në British Medical Journal, studiuesit zbuluan se një dietë e ekuilibruar luan një rol të rëndësishëm kur bëhet fjala për menaxhimin e tiroides. Konsumi i tepërt i një ushqimi, ndërkohë që përjashtohet plotësisht një tjetër, mund të ndikojë në funksionet e gjëndrës suaj, për shembull shumë yndyrë dhe jod. Gjithashtu, disa lëndë ushqyese të panjohura që gjenden në perime mund të jenë edhe të dëmshme nëse konsumohen në sasi të mëdha. Si gjithmonë, megjithatë, përpara se të bëni ndryshime të rëndësishme në dietën tuaj, është e rëndësishme të konsultoheni me mjekun tuaj, të mos neglizhoni këshillat që ai ju ka dhënë për të menaxhuar më mirë problemet që lidhen me shëndetin e tiroides. Mos nguroni të kryeni analizat e duhura për çdo shqetësim që mund të keni dhe të ndërmerrni hapat që mjeku ju ka këshilluar. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.